Nuk është se më kanë bo mundi keq komentet që ke lesbike ose kështu. Unë kam dalë ka vite që në 2010 kam dalë për herë të parë. Thjesht është emocion se është hera parë që po dalë me partnerin lirën, kështu që është një emocion se kam përjetuar më përpara. Mirë, po me kalimin e viteve, duke më njohur njerëzit, sa më shumë që dilja përpara ekranit, para domethënë telefonit, në rrjetet sociale, aq më shumë po filloja të shikoja një ndryshim. Dhe njerëzit po fillonin të më ndiqnin, të suportonin njerëz hetero, jo domosdo queer. Po, e vërtet. Dhe në rrugë më kanë ndaluar jashtëmase shumë njerëz, gjë që unë s'kam për të mësuar kurrë në jetën time, mendoj që të ndalojnë njerëzit në rrugë, nuk di si të përgjigjem. Ne na ndalin shpesh në rrugë. Shumë edhe këtu, edhe në Europë ku jetoj. Po që na ndalin shumë. Ju ndjekim TikTok, jeni më të mirat, vazhdoni kështu. Komplimente gjatë gjithë kohës. Mos qani kokën që i thojnë tjerët, mos më dëgjonin komentet negative, ecni përpara, jeni qift i mrekullueshëm, ju përkrajmë, seriozisht, edhe këtu. Për këto 4 vitet e fundit, domethënë, nëse i krahasoj komentet në 22-shën dhe 26-ën, janë totalisht të ndryshme. Përqindja e suportit ka qenë jashtëmase shumë e madhe dhe më ka surprizuar jashtëmase shumë. Prindërit e mi, të paktën, nga eksperienca ime, merakë i tyre vetëm është që mos bëhemi objekti i urrëties edhe të na qëllojnë njerëzit, për shembull se na bëjnë keq. Kjo ishte vetëm merak i tyre. Nuk ishte problemi se neve jemi queer dhe jemi të lumtur atyre për qefi për këtë. Ndihesh si në shtëpi mo? Si në shtëpi. Si në shtëpi. Në familje ndihesh, në komunitet. Ndihesh okay, ka tjerë si vetja, nuk je vetëm. Nihesh e dëgjume, nuk nihesh e paragjykume, je vetja. Ktu je vetja. Literalisht një ëndër e bërë realitet. Domethënë nuk kam fjalë ta shpjegoj. Se sa emocione kam, se përshkruj dot. Dhe sa e lumtur ndjem në këtë momente.